Firma Allah. Shpend bëj pyetje unë ty. Po. Zeze ti Rama, Po. Amin. Zeze ti Rama. Po Rama. Okay. Jo shpendi Rama. Që ka mallkim. Dhe në Vari një moment ti ke investuar çdo gjë që ekziston në këtë botë që të blesh influencën tënde në Amerikë. Pra ke administrator Trump. Po. Me ishuje. Me para, me biznesmen. Dhe ky masi investoi gjithçka dhe u përzu si qen në Munich, që kishte marrë ftesë dhe u anullu ftesa në darkën e Munichut. Dhe që nuk pati me nder me shku as në Washington me taku Trumpin kur ishte OKB-ja, po çoi atë kamarerin e vet, se si amant ishte frikë me shku në Amerikë. Më kupton logjikën? Ti të bësh vetëm i llogari. Një njeri në këtë krizë që e ka kuptuar që nuk po ecën asgjë me administratën Trump. Që i ka dalë fytyra vet, më dëgjoj me vëmendje. Të gjojlla. Si pjesë e familjes Soros, jo si shok i familjes. Pjesë e familjes Soros. Fiksoj këtë fjalë që po e them, gjithë ju të fiksoni. I ka dalë emri si pjesë e familjes Soros. Kur Soros është një ushqim shumë i mirë në menun e shtëpisë bardh, si armiku i duhur, në kohën e dur, për gjërat e duhura, pikërisht sepse Soros është fytyra më shëmtuar politike në historinë e Amerikës dhe të kesh atë armik ka avantazh pa parë. Avokat